Ekonomia e Kosovës për vitin që pëllojmë pas ka pasur një tronditje dhe kjo tronditje nuk na ka ardhur mirë asnjë nga bizneset e sektorit privat, sidomos me shtrajtimin e energjisë elektrike në Kosovë, e cila krijoi turbulenca të mëdha tek investitorët vendorë dhe të huaj. Patëm raste kur kompanitë vendore reduktuan numrin e punësuarve, reduktuan edhe prodhimin, por edhe disa iken me kapitalin e vet në vendet të ndryshme të Evropës dhe të Ballkanit perëndimor. Prandaj sfidë metet ende energjia elektrike edhe për vitin 2026, e cila përkundër vendimit të Gjykatës Supreme, ky vendim ende nuk po zbatohet nga zërëja. Shpresoj dhe besoj që Kuvendi i Kosovës tashmë do të konstituohet shpejt, komisionet parlamentare do të merren seriozisht me këtë problem dhe ekonomisë do të jepet drejtim i duhur. Prandaj, rritja ekonomike në këtë vit për aleancën e biznesit ishte mesatarisht dikon rreth 3.5. Po ashtu inflacioni këtë vit mund të mbyllet dikon me rreth 4%. Shtrajtimet e produkteve në përgjithësi sipas Aleancës Kosovare të Biznesit kanë pësuar rritje dikon mes 12 dhe 15% të gjitha produktet për konsum. Po ashtu, edhe paga në sektorin privat mesatarisht u rrit rreth 18% për biznese dhe për punëtorët. Por kjo nuk është e mjaftueshme kur merret parasysh edhe inflacioni, edhe rritja e çmimeve, por kjo e ka godit të gjithë punëtorët, konsumatorët në gjitha sektoret. Energjia elektrike i goditi edhe konsumatorët, prandaj shporta konsumuese sipas Aleancës Kosovare të Biznesit u varfrua mesatarisht dikon rreth 19%. Dhe kjo neve na jep signale të qarta se qeveria ardhshme e re do të duhet të merret seriozisht me ekonominë e brendshme. Po ashtu, eksporti pa të rënje në krahasim me importet. Importet shënuan rritje të madhe dhe shënuan edhe importet konsum të produkteve të huaja. Prandaj, në të kundërtën, ne gjithmonë kemi tentuar që të arritëm vetdijen konsumuese të bizneseve dhe qytetarëve për konsum prodhime vendore, kjo prapë se prapë ne mbesimi konsumatorët më besnik të produkteve të huaja në krahasim me produktet tona. Deficiti tregtar është i madh dhe ky deficit shënon në përqindje 12 deri 13% në nivel vjetor. Dhe kjo neve na jep alarm të qartë se në Kosovë ka hapësirë shumë të madhe për investime në sektorin prodhues. Por sektori prodhues duhet të mbështetet nga institucionet e Republikës Kosovës, e që këto institucione që kanë munguar tash një vit, shpresoj që në vitin 2026 të jenë më afër njëri tjetrit për të orientuar ekonominë, për të orientuar shtetin drejt integrimeve evropiane. Mirë ndodhi në fund të këtij viti që pas 2 viteve sanksione më në fund është dhënë një paralajmërim se këto do të hiqen, por neve ende na mbetet sfidë e madhe integrimi i Kosovës dhe raportet e Kosovës në raportet ndërkombëtare se si do t'i qasemi. Pas sanksioneve kemi shumë hapësira që të aplikojmë në përfonde dhe në për institucione financiare të ndryshme evropiane për të mbështetur ekonominë, administratën dhe shtetin tonë. Prandaj, inkurajoj qeverinë e re që të jetë më kujdesshme në raporte me faktorin ndërkombëtar, por edhe me biznesin. Sa i përket
ekonomisë së vitit 2026. Ne e vlerësojmë që në ditët e para të formimit të qeverisë, po ashtu edhe të Kuvendit Kosovës, që të bëjmë një strategji të përbashkët kombëtare, dhe kjo strategji kombëtare do t'i ketë prioritetet e veta dhe sipas neve është ekonomia, prioritet numër 1. Në këtë formë ne do të kemi mundësi që edhe politikat sociale të avancojnë më shumë, kur kemi buxhet. Po ashtu investimet kapitale të jenë në fokus të veçantë për qeverinë e ardhshme, për arsye se këtu fut në qarkullim paran publike, taksat e qytetarëve dhe bën një zhvillim të hofshëm ekonomik. Dhe kjo ndikon drejt për drejti në rritjen e konsumit dhe në rritjen ekonomike. Po ashtu të kem prioritet sektorin e përbashkët prodhues dhe energjetik. Kosova ende varet nga importet energjetike dhe si pasojë e kësaj ne kemi mesatarisht dikon rreth 1 milion euro shpenzime ose importe të energjisë elektrike në nivel vjetor dhe kjo në nivel ditor dhe kjo neve na jep një vlerë të madhe mbi 350 milion euro importe të energjisë, kurse kapacitetet e Kosovës për të prodhuar energji elektrike janë shumë më të mëdha dhe ftoj institucionet shtetërore të Kosovës që të eliminojnë byrokracinë për të marrë leje dhe licenca për prodhuesit e ardhshëm energjetik, për investitorët e ardhshëm, në mënyrë që ky sektor të avancohet shumë për shkak se ne rritja e konsumit të energjisë elektrike e ka bërë të pamundur që Keku të prodhoj ose të kemi vetëm prodhim vendor nga Keku. Raportet me faktorin ndërkombëtar e ftoi qeverinë e re që ditën e parë të filloj dhe të ndërtoj raporte të mira në mënyrë që Kosova të avancoj drejt EU-s dhe Bashkimit Evropian si mundësi e artë për Kosovën, sepse gjatë këtyre viteve të fundit e kemi pasur që Kosova është ndëshkuar edhe pse shpesh jo në mënyrë të drejtë. Po ashtu siguria. Ftoj institucionet e Republikës Kosovës që të ofrojnë sa më shumë siguri për investitorët e huaj dhe vendor. Kemi pas sulme të vazhdueshme për Kosovën që në Kosovë mund të ketë luftë, Kosova është një vend i pasigurt, këto sulme kanë ardhur edhe nga faktorët e huaj, edhe nga faktorët që ne kemi ose armiqtë e Kosovës, por njëkohësisht edhe deklaratat e pamatura të disa politikajve tonë që kanë deklaruar se në Kosovë mund të ketë luftë. Prandaj, zhanrin ose fjalën që mund të ketë luftë duhet hiqet nga përdorimi për shkak të friksimit të investitorëve të huaj. Po ashtu, duhet të shtrim dorën njëri tjetrit mes raportit të institucioneve të Republikës Kosovës dhe sektorit privat për të ndërtuar një ekonomi më të qëndrueshme. Një nga sektoret që këtë vit ka pasur ngecje ka qenë edhe sektori i ndërtimtarisë. Inflacioni ose informalitetin në Kosovë sipas Aleancës Kosovare të Biznesit është më së shumti në sektorin e shërbimeve dhe të ndërtimtarisë. Dhe për këtë ne i kemi ftuar kompanitë vendore, ndërtuese, që të bëjnë legalizimin e të punësuarve, në mënyrë që të kemi ne një numër të saktë të punësuarve dhe atyre që nuk janë të punësuar. Besoj dhe shpresoj shumë se vendi jonë ka nevojë më shumë për një bashkëpunim më të sinqert mes bizneseve dhe institucioneve shtetërore, po ashtu edhe mes institucioneve shtetërore dhe faktorit ndërkombëtar, pa të cilin ne nuk mund të lëvizum. Faleminderit, i ke bërë në fakt në dy pyetje, më duket, nëse më të nxjerrë se njëra për shtajtime dhe tjetra për Ne e vlerësojmë tregun e lirë
Kosovës dhe duhet të respektuar edhe nga institucionet edhe nga biznesi. Energjia elektrike është një nga problemet më të mëdha që është paraqitur në këtë vit dhe për këtë ne kemi pasur protesta edhe pakënaqësi të mëdha që kemi protestuar në rrugë dhe kjo si pasojë ka ngritur çmimin e energjisë për kompani të cilat janë futur rreth 1000 të tilla në tregun e lirë, impact deri në 3 herë më shumë kanë paguar energji elektrike në krahasim me një periudhë të njëjtë të vitit të kaluar. Dhe këto çmime me domos janë fakturuar përmes produktit konsumatorit. Dhe me të drejtë konsumatorët në disa raste thonë pse produkti vendor është më shtrejt se sa ai importuar. Dhe kjo arsyetohet për shkak se vendet Kosova tash ka mbetë vendi më i shtrejt energjetik dhe produktet nga ne i marrëm disa të Ballkanit perëndimor është energjia shumë e lirë. Por njëkohësisht edhe mbështetja e institucioneve qeveritare të aty në shtetet për prodhues ka subvencione dhe këto e bën prodhuesin tonë të pabarabartë në tregun e Kosovës. Për ata ne vazhdimisht po kërkojmë që të kemi trajtim të barabartë me konkurrencën. Neve konkurrenca na vjen nga jashtë, e ashpër, mbi 7 miliardë euro ne do t'i kemi importën këtë vit. Dhe gjitha këto ne i konsumojmë. Dhe gjitha ato po gjejnë treg në Kosovë për arsye se neve shërbimet tona, produktet tona, angazhimi jon, së fundi po na del që nuk është i barabartë me ta. Ne si Aleancë e Biznesit, sidomos muajve të fundit, kemi vizituar shumë fabrika, shumë biznese, kemi pasur shumë takime me biznese, duke tentuar që të jemi në treg me aq fuqi sa kemi duke ul përfitimet. Besoni që përfitimet mesatare tek bizneset prodhuese asnjë nuk shkon më shumë se 10%. Dhe kjo është një përqindje shumë e vogël në krahasim me përqindjet që i kanë kolegët e tyre, prodhuesit e tyre në vendet e ndryshme të Ballkanit dhe ata e gjejnë tregun në Kosovë. Dhe ne i kemi bërë trusnit madhe edhe biznes për t'i rrit pagat dhe thamë që kemi bërë shumica për ty i kanë rrit pagat, shumica për ty do të rritin pagat edhe në vitin e ardhshëm, por besoj që qeveria e re, institucionet e reja do të jenë më bashkëpunuese me sektorin privat. Realisht sektori i privat, bizneset e Kosovës në vitin 2025 janë ballafaqur me sfida të ndryshme, nuk ka qenë një vit, domethënë, i kënaqshëm në krahasim me vitet e paraprake, mirë po ne si AKB gjatë takimeve të shumta gjatë vizitave kemi realizuar takime me prodhuesit, fabrika të ndryshme në qytete të ndryshme, jo vetëm në Kosovë, po ku janë edhe në vendet e rajonit që kemi ne si Kosovë, që si prodhues që i kanë edhe përfaqësitë e tyre, me qëllim që ne t'i promovojmë prodhimet vendore, po ashtu t'i identifikojmë edhe sfidat e tyre, si dhe për mbështetjen e kapacitetit të prodhues të tyre. Mirë po, sa i përket takimet të rregullta, kemi pasur po ashtu me prodhuesit vendor dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, ku në fakt janë diskutuar çështjet si sfida që kanë pas në vitin 2025, kostoja e lartë e energjisë elektrike, qasja në financa, eksportet dhe konkurrshmëria në treg. Sa i përket takimeve, sepse ne si AKB këtë vit kemi qenë edhe draftues të një marrëveshje bashkëpunimi apo memorandumi në mes të odave, ne si Aleancë e Biznesit nga Kosova, Oda Ekonomike Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë në Tiranë, Oda Ekonomisë Maqedonisë Veriperëndimore, Forumi i Biznesit nga Malizi, si dhe Unioni i Afaresve nga Lugina Preshevës, ku qëllimi i këtij memorandumi ka qenë që domethënë të rriten shkëmbimet tregtare mes këtyre vendeve, mos them mbar shqiptare, mirë po edhe të bizneseve të tjera, me qëllim që përveç të identifikimit edhe largimit të barierave jo tarifore në institucionet përkatëse, të kemi qasje më të lehtë mandej para përgatitjen për tregun e BE-s.
Mirë po, kemi pasur takime të ndryshme, kuptohet edhe me ambasadat dhe partnerët tonë strategjik, me qëllim të forcimit të partneritetit ndërkombëtar. AKB-ja ka qenë pjesë e ILO-s, Organizatës Botërore të Punës dhe Organizatës Botërore të Tregtisë edhe në këtë vit, ku në fakt kemi përcjellë edhe seancat plenare për së afërmi, ku ne shpresojmë që shumë shpejt ta marrim edhe statutin si Kosovë si kandidat, sepse ne nuk jemi në ato përfaqësime ndërkombëtare apo organizata ndërkombëtare. Sa i përket kësaj, ne si AKB kemi vazhduar projektin tradicional Javët e Biznesit Kosovar 2025 për 23 vite me radhë tradit që kemi bërë thirrje të konsumit, unë konsumoj produkte vendore, po ju. Po ashtu kemi pas edhe treza, diskutime, forume ku janë trajtuar temat kyçe për zhvillimin ekonomik dhe rolin e sektorit privat. Sa i përket, po ashtu kemi pasur edhe darkën e Bereqetit për një dekadë me radhë, ku janë ndarë edhe milionit për biznes dhe individ të cilët kanë kontribuar dhe kanë dhënë kontribut të veçantë në zhvillimin ekonomik të Kosovës.